U rikthyem kështu me këtë performancë të bukur live nga Alban Skënderaj, e tashmë të ftuarin ton të dytë në fakt, e kemi këtu në studio Arber Selmani. Mirë mëngjesi, Arber. Pse s'pe përmenet dhe këtë qyshe ka grujave të emrin, kjo... Gruja Mirjami. A ke Mirjami? Se di. Mëri me ta e ka Se Albani e ka, nështë ta koncerte krejt i Albanit ka qenë për ata. Mu dojk interesant se se pas na pa performancën, se dja ke në Kosovë? Po në Prishtinë para disa ditësh, ku ka pas koncerte shumë prej 4. atmosfere këndshme, edhe Mirjam Canin se pas na pa mu është një prej këngëtarëve mijat preferume. Sa herë që Albani performon live, sidomos këtë këngë, gjithmonë është Mirjami atë. Shumë e këndshme, faleminderit Fortesa për ftesën. Arber, shkrimtar, autor, ndërkohë regjijat lutëm pak fokus librit këto, edhe tashme para një muaj ti ke botuar edhe librin tënd të pest, e ke quajtur Testosteron. Okej? Parimisht një emër ose një titull i librit që t'le pak pikpytja. Mirë po ndoshta nuk është mirë me paragjyku pa hyrë në detajet e librit. Tash ne gjithë qka e paragjykojmë, se njerëz jemi, sidomos na që jemi në botën e librit, shpesh e paragjykojmë librin edhe gjykojmë vetëm prej ballinës, vetëm prej kopertinës. Kjo është një libër modern, është libër bashkohor, që i ka ra hise me pas titullin Testosteron. Është një libër me 8 tregime, në të cilat hormoni i testosteronit, që është hormon që na ndihmon shumë na normalizon bajegi metabolizmin, në momentin që del prej shifrave që duhet me i pas, atëherë din me të shkaktu pak agresivitet, pak nervozizëm, din me të shkaktu një gjendje jo të mirë, pa marrë parasysh nëse je grua apo burr. Edhe në fakt shumë pak përmendet nëse zgaboj 2 herë krejt në libër fjala testosteron, por mu po më pëlqen edhe si fjalë, edhe prej fillimit kur kam nisë me shkruaj librin, kam qenë me idenë që testosteroni bashkon krejt tregimet brenda këtij libri. Po Arber, pse pikërisht testosteron? Sepse çashtu që fillova me tregu është hormoni që i bashkon gjitha tregimet e këtij libri. Janë 8 tregime në të cilat kryefjala janë burrat, pak më shumë. Burrat e moshave ndryshme, profileve ndryshme, nacionaliteteve ndryshme. 6 prej tregimeve kanë të bëjnë me burra shqiptar, 2 prej tregime kanë të bëjnë me burra të huaj, ndërkombëtar. Edhe secili prej tyre ka një nivel çuditshëm të testosteronit. Në ndërkohë, gratë që i kam në libër, janë gratë që vjen keq me thonë, janë gratë që ndoshta janë pak naive, ko pas kohë, po të cilat i shpëtojnë burrat. Vazhdimisht, dhe me thonë ju dalin në ndihmë, mundohen me i shpëtu martesat, mundohen me i shpëtu raportet tjera që i kanë me brenda familjeve. Edhe është një libër që ka edhe fiction edhe jo fiction, dhe me thonë ka gjëra që mu më ka ndodhë, ka gjëra që mu nuk më ka ndodhë. Nuk është roman, nuk është novel, janë tregime që lexohen edhe ndaras, për të cilat i bashkon testosteroni si një fuqi që nëse nuk mbahet në kontroll, din me të shkaktu goxha shumë probleme në krejt raportet tua. Mi po, e ke mendu gjatë, ose qysh lindi krejt që ajo ideja jote që ti me u marrë pikërisht me një temë, që shumë pak ndoshta e flasin, a? Është prezente, diskutohet ndoshta në rrethet ngushta, megjithatë me shkruaj një libër, shpeshherë ndoshta as diku tjetër nuk e, të paktën publikisht nuk është që flasim shumë. Unë kam shkruajt deri tash gjithmonë poezi, ma shumë. Unë jam djali poezive. Edhe ata që më njohin e dinë ma shumë botën time poetike. Megjithatë, këtë herë fillova me shkruaj diçka më të gjatë. Edhe duke qenë se kisha pak frikë me u marrë me roman apo me novel, thash atëherë po merrem me prozë. Edhe po merrem me tregime të shkurtra. Pse kam vendosur që libri të jetë i tillë, nuk është një libër, është një libër homoerotik, patjetër. Nuk është që kam pas dëshirë me provoku, sa kam pas dëshirë me nxjerr prej vetes atë çka unë mendoj që e kam brenda meje. Fjalia e parë në libër është që burrat e martuar më ka pëlqyer gjithmonë. Edhe më pas unë futem brenda, kjo ka qenë fjalia me cilën unë kom nisë. Pse po e them këtë? Po them që e dëgjoj shpesh prej njerëzve që e kanë një farë lloj pëlqimi
të çuditshëm edhe morbid me burrat e martuar. Ani pse ti e din që burri i martuar është i tjetër kujt, është i martuar me dikën tjetër, pa marrë parasysh nëse je grua apo burr në këtë rast, gjithmonë është një farë kështu fascinimi morbid që ka të bëjë me këta burra, edhe duke e dëgjuar nëpër tavolina me njerëz, thash, po le të filloj unë me këtë libër, edhe le të del ku të del. Jo që pa tjetër mu si Arber më pëlqen gjinja mashkullore, apo që burrat e martuar pas kanë unë ndaj farë pëlqimi për ta. Tutje kam hi në tregime, nuk ka qenë lehtë me i zhvillu karakteret, sepse e keni pa në prapavin e librit, në pjesën prapa shkruhet që narratori i librit, që jam unë, jo autori, por narratori, personi që e tregon ngjarje nuk është gjithmonë burr. Domethënë ka tregime në të cilat ti mendon që është burri ai që po flet, por në mes të tregimit e kupton që në fakt personi që ka fol vazhdimisht është një grua, që nuk mundesh me ditë asnjëherë në fakt çka po ndodh me librin. Për shembull, është një tregim, Fortesa është tregimi Unë dhe Ismaili, që është për fol pak a shumë, është një tregim fiction, nuk është i vërtet, është një tregim fiction në të cilin unë tregoj për një raport me Ismail Kadare në vitin 1970. Dhe që në fakt krejt njerëzit mendojnë që narratori është një mashkull, në fakt narratori është një femër, e cila është e çmendur pas Ismail Kadares, kur ai ka qenë pas veprës së tij, po edhe pas fizikut të tij, edhe pas Ismail Kadares si mashkull, kur ai në të 70-tat e ka shkruar, në 70-tat, 80-tat e ka shkruar General në ushtrisë së vdekur, dhe në atë kohë ka qenë normalisht senzacioni i letërsisë, jo vetëm shqiptare, po edhe më shumë. Unë kam dashur me qit një pjesë time po ashtu në libër. Ka copza brenda tregimeve që janë të mijat, po të cilat mendoj që njerëzit duhen me i lexu, në mënyrë që me kuptu edhe me bë dallimin se çka është reale edhe çka është e trilluar. Përpos tregimeve tua, po ashtu ka tregime edhe personave të ndryshëm për brenda vendit, përmende edhe 2 personazhe, të cilët ndonë se nuk janë të cekur aty me emra, janë edhe të nacionaliteteve të huaja. Por këto janë rrëfime të personave cilët po thuaj se jetojnë në mesin e shoqërisë tona, po? Po patjetër. Unë jam lindë rrit në Prishtinë, unë jetoj tash 35 vite në Prishtinë, unë rri me njerëz, bashkëbisedoj, i marr krejt prej tyre, edhe këto janë tregimet që patjetër më kanë, domethënë ka copza që më kanë thumbu edhe prej tregimeve që i ka marrë prej njerëzve. Me që librin e ka mendu të përkthehet në gjuhën angleze dhe tani më libri ka fillu të përkthehet në gjuhën angleze. Unë e kam shkru librin qysh në fillim edhe me 2 personazhe që janë ndërkombëtare, pra me 2 personazhe që janë burra, po që nuk janë me origjinë shqiptare. Normalisht në libër diskutohet dhuna në familje, diskutohen tradhtit në familje, në familjen si institucion, jo veç në familjen shqiptare, po them, se si jemi na diçka pos krejt botës në mënyrën se si i kemi dinamikat familjare. Diskutohet të qenit gay, diskutohet të qenit lesbike, diskutohet të qenit transgrua, po i sheni tash këto zhvillimet e fundit që ka pëndodhin, do me thonë, me gjinin, me seksin, diskutohet testosteroni edhe mjekësor pak, do me thënë libri e ka dhe këtë aspektin çka është hormoni testosteronit, diskutohet dashuria, dhe libri përfundon me të shkuarit në fundin e botës. Një vend në Norvegji quhet fundi i botës, apo fundi i tokës, të cilin unë e kam vizitu njëherë, edhe në fakt duke e tregu rrugtimin tim në atë fund, duke shku drejt atij fundi, unë edhe përfundoj librin sikur është një farë simbolike që unë po shkoj drejt fundit të botës, nuk jam vetë, jam me dikën tjetër që më shoqëron, edhe po shkoj atje edhe kjo është fundi i librit. Mirë po, Arber, më herët the që gratë i shpëtojnë burrat. Në që kuptim? Gratë, unë e kam përshtypjen që na shpëtojnë krejtve. Vazhdimisht ne rritemi me gra në jetën tonë, qoftë motra, qoftë nëna, qoftë mësuse, qoftë kolege, qoftë shoqe, qoftë kojshike, edhe mendoj që krejtve disi në këtë testosteronin tonë të çmendur që e kemi si mashkuj, si burra, gjithmonë janë disa gra, gjinja femrore, që din me ardhë, me na nalë, me na marë, me na thonë, ka shpëtim, ka, do me thonë, gajret,
ka mundësi me dalë për kësaj situate. Edhe une, po ashtu si djalë feminist, kam dëshirë me njoftë edhe këtë angazhim të grave edhe fuqisë femërore, e cila pa qka se ka qenë këgja shtypën ndër shqiptarë në për vite, din me e përmbledh vetën ma shumë se ne. Dhe me thonë, gjithmonë shoqet e mia kanë qenë ma empatike ndaj meje se sa shokët e me në shkollë fillore. Edhe sot, unë shoqëritë e mia ma të fuqishme i kam me gra, me femra, me qika. Edhe kjo mendoj që ka qenë... Një intervistje me një... Po ashtu, në intervist, edhe me një komunikim fantastik që e kemi pas për i ditës parë, jo me një grua. Kështu që gjithmonë mendoj që gratë janë ato që din me... Nuk e di, e kanë... është biologjike, është organike, është natyrore, gratë e kanë empatinë, e kanë mirëkuptimin ma shumë. Jo krejt, po thamë përgjithsi si gjini. Po i shpëtojnë burrat e librit tim, sepse burrat në testosteron janë burra pak si, dhe më thonë, funksionojnë si pakry. Dhe më thonë, shkojnë pak si në një farë konfliktit vazhdueshëm me vetën e tyre, edhe trahtojnë. Të gjithë burrat në testosteron janë burra që trahtojnë. Disa bile trahtojnë edhe me burra, disa trahtojnë me gra. Kjo për shkak që nuk e din as vetë çka janë, ku janë, pse janë. Po gratë janë ato që e marrin dikur, si me thonë, timonin në duar, edhe mundohen me kanalizu pak mirë këtë energjinë e këtyre burrave që pak në testosteron janë se budalla lepsur edhe janë gjithandej. Pra, se pastaj atë nëse këta burrat që të janë këtu në këtë libër, ata që trahtojnë, Trahtia ndodh edhe në Kosovë, edhe në Krejt, gjithku në botë. Trahtia ka ka me ndodh, e të mërshme është që nuk zbulohet kur për disa njerëz, të disa njerëz është shkatrimi i martesës së tyre, pikërisht si pasojë e tradhtisë, po unë kam zgjedhur që në karakteret e mia, me qenë burrat më shumë ata që tradhtojnë. Normalisht ka edhe gra që tradhtojnë në librin testosteron, por tradhtia nuk është krye fjala. Unë kapem edhe me smundjet, kapem edhe me fëmijët, si e përjetojnë fëmijët tradhtin, kapem edhe me zbulimin e seksualitetit. Pse ne po kemi tash probleme këgja shumë, po e shini në plot emisione televizive, tash vone pash duket edhe në të shtat një intervizë diçka, po është problem, njerëzit më në fund po e kuptojnë që kur po i bojnë, si me thonë, 20 vjetë, po e kuptojnë që orientimi tyre seksual që ka ndryshe. Dhe me thonë, tash po më pëlqej ka dikush tjetër. Nuk është normale me i bo 20 vjetë dhe me kuptu që orientimi seksual është ndryshe. Orientimi seksual kuptohet shumë herët në jetë. Po me qenë se angazhohemi gjithë me ja shtyp dikojnë orientimin seksual, më pas, gjanat cilat i shtypim gjithmonë gjenë mënyrë me dalë dhe me eksplodu. Libri është po ashtu erotik, jo i teprum, jo banal, është libër që mund të lexohet prej secilit person që është 16 vjeç plus, dhe më thonë, se në promovim një ditë, në promovimin në Prishtinë ishin disa nëna, edhe më thana mundem ja u dhonë moshave më treja, thash jo. Njerëzit që janë nën 16 vjeç, ndoshta është gjuhë pak ma e fort, po them në libër, po kushdo që është 18 plus, edhe që don pak me njoft trupin edhe me qenë kontakt me trupin, me ndjenjat e veta, mundet me lexu këtë libër. Mirë po, libri flet për dashurinë, si e përshkruan dashurinë? Dashuria është një prej ndjenjave më të bukura që na është dhënë mundësia me e përjetu. Plot prej nesh nuk e përjetojnë gjatë tërë jetës, plot prej nesh shpesh gabojnë që e përjetojnë, dhe plot prej nesh janë në kërkim të vazhdueshëm për dashurinë. Unë librin e përfundoj me dashuri. Duke shkuar në fund të botës, Duke shkuar në fund të botës, sepse në fund të botës unë shkoj në fakt me personin me të cilin jam i dashuruar, dhe kjo është ai momenti i madh i dashurisë brenda librit, po në anën tjetër, normalisht ku ka dashni, ka dhe tradhti, ku ka tradhti, ka dhe dashni, din këto dyja me shku pak si me njëra tjetër. Shkojnë paralel njëra me tjetër. Din me shku, jo shpesh, po asnjë libër mendoj unë që shkruhet nuk mundet me u shkru pa dashuri. Qoftë edhe si nisëm prej teje, si thumbim, si motivimi shkrimtarit, po qoftë edhe brenda karaktereve, edhe karakteret e mia, në fund për shembull nëse thehen komplet, nëse bin për tokë, nëse janë të lodhura si karaktere, ngriten, ose dikush ju ndihmon me u ngrit shkaku i dashnisë. Kështu që
Dashnia është ndjenjë shumë e bukur, unë nuk e di pse na hezitoj me definue, me i dhanë kuptime, ku ka ma mirë se me marë dashni, jo veç romantike, se të na dashuria pak mendoj shpesh, nështë kam gabim dër shqiptar, dashnia ka qenë gjithmonë kogja romantike, midis një burri dhe një gruaje. Që ndoshta shpeshherë edhe kam pas frikë, ose me pranu, ose me fol. S'është as pak problem. Unë për shembull jam person që mas 4-5 muajve mundë me i thonë dikujt të dua, në formë romantike. Apo ndryshe, në anës time me cilën jetoj, unë i thonë të dua shumë shpesh. Dhe se mendoj që është ndonjë farë problemi me i thonë dikujt të dua, përderisa e ndjen me i thonë dikujt të dua. Mirë po, Arber, ka vargje do të thoja ose diçka për brenda librit që ndoshta kur e ke shkru, ke pas pikpyetje se si ka me u prit prej tjerve ose më saktësisht prej gjinisë mashkullore. Se faktikisht veç emri pak i ka tut. Jo, se në faktin kisha dashur librin me lexu burrat më shumë se gratë. Unë shkruaj në mënyrë shumë të lirshme, fortesa, nuk kam mundohem me pas një sintaks të mirë, mundohem me vjedh për i shkrimtarëve të tjerë, unë lexoj vazhdimisht shumë, inspirohem. Nuk ka diçka që besoj është në libër dhe që unë kam thonë, ndoshta kam frikë se si njerëzit mundem me pranu. Letërsia ka këtë qëllim, me qenë pak edhe e guximshme, me qenë edhe letërsi që del prej konturave të asaj letërsie që krijohet. Unë mundohem me qenë vetvetja. Nuk e kam shkruar një libër për me provoku, as nuk e kam shkruar një libër për me marë pa tjetër validimin e se cilit person që ka me lexu. Unë e kom shkruar një libër që e kom dje me u shkru në këtë format. Në të kaluamën unë kom shkruar edhe libra të tjera, përmende kjo është libri i pest. Unë kam edhe libra ku është ka ma pak erotik, ku ka më shumë poezi, ku ka më shumë familje. Njerëzit më njohin prej poezisë, për shembull kur vdiq baba, që është poezi shumë tjetër edhe një frym tjetër për asaj që ka është testosteroni. Unë shkruaj ashtu qysh më vjen dhe pa dasht me në vlerësu lexuesin që unë e du edhe për mua është i shenjtë. Kur unë e bëtej një libër, unë e kom plotsu veten time. Për mua është e rëndësishme ajo, unë komentet i marr, por unë librin 100% shem është dhanë testosteron. Ky 100% që unë e kom momentalisht. Pas 2-3 viteve nëse unë di me qenë më i mirë, nëse do në zoti unë me qenë më i mirë, atëherë ai ka me qenë 100% shem dhe ky ka me qenë 70% shem. Kështu që unë jam i hapur për komentet e njerëzve. Bile mu po vjen keq kur njerëz nuk po e gjejnë shpesh në librari, po them hajdeni e kam ndaj kopje ose po i bëj presion edhe shtëpisë botuese. Jam i lumtur, libri ka shku mirë, po shkon mirë, është shit, po shitet. Sepse është libër që është 200 faqe, është libër që lexohet me një frymë, do të thonë një vikend nëse ke kohë 2-3 orë me najt tu e lexu librin, është libër që nuk është as i rënd, as nuk ka skena të tmerrshme, është libër që është i këndshëm me u lexu, po që është një farë libri terapist, është një farë libri psikolog, dhe me thonë, din me të nguc pak në disa vende ku ndoshta ti mendon që ke pushu edhe i ke rahatu gjanat. Mira të rear, për çka ke tjetër për të na thënë, çka ka diçka se ndonë se unë akoma nuk e kam lexu, edhe nuk e di do të thoja në tërësi ndoshta për mbajtjen edhe saktësisht ashtu çka ka për brenda librit. Përpos tyre 8 tregimeve që janë në libër, janë edhe disa copza që janë 1 faqe deri në 2 faqe, të cilat janë copza jete. Copza jete për shembull është një pjesë ku është katalog grave. Edhe unë kam dashur me bëni katalog i grave të cilat ti mundesh me i taku në jetë. Gra të ndryshme, të forma, të më thonë të profesioneve të ndryshme. Brenda librit është vetëm një poezi, sepse nuk kam dashur me shtu poezi me që libri nuk është poetik. Ky libër po përkthehet fortes tani më në gjuhën angleze edhe në gjuhën serbo-kroate. Jam duke punuar me 2 njerëz, me 2 përkthyes të mahnitshëm, me të cilët libri do del në vazhdim në këto 2 gjuhë. Edhe së shpejti me librin Testosteron do t'jem edhe në panairin e librit në Leipzig të Gjermanisë, ku atje jam i ftuar si një prej shkrimtarëve përfaqësues të Kosovës. Përndryshe, nëse njerëzit dëshirojnë me e ble, munden me e ble në librari, është edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Tetov, edhe në Preshev, munden me e ble njerëzit edhe online prej diasporës. Jo. Pse? Pse po ma bën këtë pyetje?
të është tja u japë kamermanve. Lej mu i kamerman, të jënë shumë mirë punën e vetë. Kjo është libri i parë njëtë që s'po e japë falas, sepse vazhdimisht kom dhuru falas libra, po këtë herë kom vendos me rritë edhe vlerën e librit, edhe nëse dikush do në me lexu, libri kushton 10 euro, që është një salat me pull sa që e hanë diko në qytet. Që nëse dëm pak me bo një kompromis me një tjetër shpenzim që e ban, atëre mundesh me ble librin Testosteron. Nëse jo, ble një libër tjetër. Arber, edhe një pyetje të fundit, në fakt e përmende që kryefjala është burri. Si mendon se jemi rritur ndoshta me gabim, duke me atë idenë se çka është burri? Na jemi vazhdimisht rrethum prej burrave, prej gjinisë mashkullore. Do të thonë, ne mas pare jemi vazhdimisht të ndihmuar prej baballarëve tanë. Do të thonë, baba është figura e parë me cilën ti ke bashkëpunim edhe ke ekspozim kur je në familje. Dhe mendoj që suksesi yt si fëmijë apo dështimi yt si fëmijë varet shumë prej figurës së babait që e ke. E tutje burri që ne e shohim si burr, si bashkëshort me cilin ne martohemi, ose shpesh duhet me u martu, sepse kemi presion prej familjes tonë, deri vonë neve na edhe na e kanë zgjedh burrin me cilin jemi martu. Po tash e tutje, që jetojmë në një kohë, po shpresoj që jetojmë në një kohë ku nuk ke nevojë me dalti edhe me marr burrin që nuk e ke pa asnjëherë më përpara. Burri po ndryshon, do më thonë nuk mos t'i futemi tash ty në diskutimeve sociologjike, antropologjike dhe gjinore, po burri shqiptar edhe ka me ndryshu se s'ka me pranu bota, po s'ka me pranu mua as Kosova. Edhe po e shene që po ndryshojnë burrat. Do më thonë burrat dalin në televizion, burrat qajnë në televizion, burrat qajnë në TikTok. Unë për shembull nuk e kom pa babën tem kur tu kajt. Edhe kjo është pak e dhimbshme, se dhe ajo është ka qenë njeri. Ka qenë qenje njerëzore që besoj ka dalë na i lot najherë. Dhe nëse ti mu sot më thu që burrnia tregohet me çfarë qëndrimin burrnor, kjo është mo teme të i kalume, në Gjermani e kanë kry para 30 vjetëve, 50 vjetëve, ishda është edhe na me hec me kohën pak. Po besoj që kemi hec, mos ta bëj tash shumë negative, po ndryshon që një ajon jam shumë i lumtur, që po ndryshon, po unë këto ndërtimet burrnore që i bojmë na, unë i te i kaloj, për mu s'kam vlerë dhe nuk kam pas vlerë asnjëherë. Mu nëse më vjen me qajt tash, unë jam burr, identifikohem si burr, si mashkull. Nëse më vjen me qajt, edhe nëse kam nevojë me qenë më i turpshëm, unë e bëj, sepse e njoh veten time dhe e di sa i shëndetshëm jam. Pa mendu ndoshta se si mendon dikush tjetër apo si vlerëson dikush tjetër? Njerëzit kanë me mendu edhe shumë mirë që mendojnë, mendja është për me mendu, njerëzit let mendojnë, edhe unë po mendoj, edhe ti mendoj. Gjithë mendojmë. Arber, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi të kishim sot. Jo, uroj që libri ti mbrij ato pritshmëritë siç ti e ke, po besoj që e ke paramendu, e ke mendu para se me votu. Unë të falenderoj shumë për intervistën shumë të këndshme, me vërtet pyetje shumë të mira. Shumë faleminderit që në këtë mëngjes ma dheni energji shumë të mirë. Ma ke normalizu testosteronin që tash. E falenderoj edhe televizionin e juj për hapësirën që ma dha mu, po edhe për hapësirën që jep librit. Në një emision mëngjesit, me u diskutu për librin, nuk ndodh shpesh, edhe kur ndodh është shumë bukur me përjetu unë. Kështu që shumë falenderit. Faleminderit ty, miqdashur, ishim me Arber Selmani, shkrimtar, në vazhdim shkojmë me një shkputje shkurtër.